Toni, me kë u hape, si shërove traumën të me të abuzimit seksual, në cilën moshë dhe cili ishte personi i parë me cilin fole? Së pari, dhe me thënë, gjithmonë kam investuar të vetja. Prindët e mi filluan këtë shprehit, dhe me thënë, ata investojshin në profesor jashtë shkollimit, në matematikë, në fizikë, në informatikë, dhe jam tepër i faleminderueshëm për këtë sende. Dhe momentin kur fillova të punoj 2-3 puna, fillova të kërkoj shërus, fillova të kërkoj terapi, fillova të kërkoj, dhe me thënë, çdo trajnim që mund është ta kuptoj veten, dhe me thënë, si mund ta ndryshoj gjërat që u bën pengesë dhe mura të mëdha kur jam në qytet dhe si mund të adaptohem më mirë që të kryj këto qëllime të jetës. Dhe gjatë rrugëve unë lexova shumë libra, dhe me thënë e kisha fjalorin kroatisht, anglisht dhe shqip-anglisht, një fjalor të vogël. Dhe me fjalor fillova unë të mësoj gjuhën. Posaçërisht kur fillon të bisedosh me njerëz anglisht, ngadalë e fillon gjuhën. E praktikon. Dhe unë momentin që fillova të ringritem dhe të jem para, fillova të kërkoj njerëz të ndryshëm. Po herë e parë, do me thënë që kam ardhur në dije se kam pas traumë pres vogli, ka qenë moshën 28 vjeçare, kur takova duke punuar punën e parë në Amerikë, takova një njeri shpirtëror që në sy më çolloi për 1 minutë. Të dalloj në sy që ti ke një traumë? Në sy më ka, tha nëse dëshiron, tha kjo është vizitkartja ime, tha sa je në Amerikë të bëjmë disa konsulta dhe kam mënyra të ndryshme që mund ta çlirojmë atë traumë. Kur ta çlirojmë atë traumë ti do rritesh shumë shpejt. Pra, kjo trauma të pas ka bllokuar prej kaq vitesh që ti edhe të evoluoje? As që e disha se ç'kam ka ndodhur. Do me thënë, truri njeriut si punon, do me thënë, kur njeriu te kalon një traumë shumë të thellë dhe shumë dhimbëse, do me thënë, ajo e blokon dhe të bëhet errësi. I tregove familjes më pas? Në cilën moshë u hape me familjen? Së pari u hapon veç me motrën time në Zvicër. Do me thënë, masi u blokova duke shuar terapia me këtë shërues në Miami, ai më ka incizuar në disa terapia. Hipnotizuese, shpirtërore? Edhe hipnotizuese, po edhe shpirtërore. Do me thënë, ai bëni shumë rrugotim shpirtërore. Do me thënë, ai ka punuar për tepër me metodologjia të ndryshme që më përkujtoi njeriu që nana edhe baba na çoi edhe vllaun që e shëroi për epilepsisë, por gjithashtu edhe mua kur kam qenë i vogël. Dhe isha i hapur për çdo metodologji. Domethënë unë gjithmonë kam qenë i hapur për mjafton që të largohesh e të shërohesh kjo traumë. Jo vetëm të shërohesh, por gjithashtu të mësoj. Mësimin e kam pas një gjë elementare prej vogël. Gjithmonë dëshiroj të mësoj diçka. Ku jam? Pa marrë parasysh ku jam. Dhe ajo kur ndodhi, ai më dha në atë kohë kasetofonin, atë kasetën. Tha, këtë ta ndëgjojmë me dikend që i beson 100% se ti nuk flet në anglisht. Ti flet në gjuhën që se kuptoj. Dhe flet si i vogël. Pra, ajo mosha 4 vjeçare ku dhe tu abuzove. Ishte e vështirë ta dëgjoje? Normal, se nuk beson se të ka ndodhur. Nuk beson se të ka ndodhur. Ka qenë motra aty pranë teje që... Jo, motra ishte në Zvicër, u shkova në Zvicër direkt. Po, për t'ja treguar dhe për t'a ndjekur bashkë, për t'a motra ka qenë e para. Po prej atij momenti më duhet edhe 10 vjet tjera, derisa do me thonë u bëna me veten paqe për çdo gjë që ka ndodhur. Jo se veç traumën time, se këto trauma kanë qenë edhe trauma fizike ndaj nanës, ndaj motrave, trauma emocionale, do me thonë ata lidhen gjithë së bashku lidhen. Dhe ti tash e shefat, do me thonë një mentalitet tonin, si shqiptar. Do me thënë, nga jashtë jena një pasqyrë e rejshme. Sepse gjithmonë ka qenë kjo të jetojmë për të tjerët. Korrekt. Gjithmonë ka qenë të jetojmë për të tjerët, jo për veten. Është një dobësi që do me thënë e kam pas prej vogli. Pra, i bie dhe një 10 vjeçar i bie në moshë gati 40 vjeçare ku ti e ke pranuar dhe e ke rrëfyer pastaj tek të tjerët, te libri dhe tek familja jote. Korrekt. Do me thënë, nuk mundesha të bëjmë një shkrimtar nëse unë me veten nuk isha i pastërt. Nuk isha shëruar nga trauma. Korrekt, nuk isha shëruar nga trauma dhe t'jem i lirë, dhe me thënë t'jem pa marrë parasysh se çfarë paragjykime njerëzit do të kenë, se njeriu si njeri gjithmonë do të flasë një fjalë. Absolutisht. Aty nëse ti je dhe i lumtur? Po, do me thënë aty filloi liria ime edhe lumturia ime, ku do me thënë ti nuk jeton jetën se çka do të thonë tjerit.